إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen e nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çojë në humbje. Ndërsa atë që lë në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton ta adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të pa ortak, të pa shok, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, na thirr në emër të gjës më të çmuar që kemi, në emër të imanit. O ju besimtarë, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni me vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazë ndoshta sot do të kthehemi pak në histori. Do të flasim për disa burra, për disa emra të cilët Allahu i lartësuar ka dëshmuar për ta. Kur njeriu fillon të lexojë historinë, mbase largësia prej kohës në të cilën jeton dhe kohës të cilën e lexon të asaj historie, sikur e ndjen një farë ftofësie dhe sikur nuk i ngjall shumë emocion. Mirë, po historia e këtyre burrave për të cilët do të flasim sot dhe në hutbet në vijim tregon për një emocion të lartë, tregon për një dashuri të cilën e kemi për ta, mirë po vetëm kërkohet që ta shprushim pak, ta gjallërojmë pak, ta lëvizim pak, që të përfitojmë për jetës, për veprave, për imanit të tyre, që ta përmirësojmë të tashmen e sotme. Ta përmirësojmë jetën tonë në jetën e kësaj bote dhe ta arrijmë suksese në këtë botë dhe në botën tjetër, ashtu siç arritën ata, duke qenë gjallë. Allahu i lartësuar dëshmoi për ta që është i kënaqur dhe ata janë të kënaqur me Allah. Dhe për tyre i kishte që u përgëzuan me xhenet duke qenë akoma gjallë në jetën e kësaj bote. Pra është fjala për sahabët. Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshmitarët e shpalljes, të cilët i njohën rrethanat në të cilën zbriti Kurani dhe e pan praktikisht se si zbatohej Kurani në të dërguarin e tyre, në më të dashurin e tyre, për të cilin sakrifikuan jetët e tyre, pasuritë dhe çdo gjë çfarë kishin, me mishë e me shpirt, i dolën në mbrojtje vetëm që të mbërri ajo shpallje në vendet tona në të cilat ne jetojmë sot. E kush janë sahabët? Sahabët i përshkruan Ibn Hajeri, është çdo person i cili e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka taku fizikisht. Pra, nuk e ka përmend që vetëm e ka pa, po e ka taku për shkak se mu përfshi edhe ai i cili ka qenë i verbër. E ka taku, e ka besu dhe ka vdekur në Islam. Ky është përkufizimi që i përfshin 3 kushte se kush quhet sahabi. Pra sahabi është ai çdo person i cili e ka takuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke qenë besimtar, pra ka besu që është i dërguar i Allahut, e ka besu duke qenë vetë musliman dhe ka vdekur si i tillë. Ka vdekur si i tillë, ka vdekur si musliman. Pse duhet ta njohim këtë brez më të mirë që ka njohur historia, që ka njohur njerëzimi? Pas pejgamberëve, pas profetëve, njerëzit më të mirë janë sahabët. Duhet ta njohim këtë brez nga se këta ishin dëshmitarë të shpalljes. I njohën rrethanat në të cilën zbriti shpallja dhe përveç kësaj e pan
praktikisht se si duhet të zbatohet shpallja. Kush nuk i njeh sahabët dhe kush nuk ja u njeh vlerën dhe pozitën të cilën e kanë, atëherë nuk kthehet tek ata që ta kuptojnë fenë, nuk kthehet tek ata që ta ketë si peshore për kuptimin e fesë, për kuptimin e devotshmërisë, për kuptimin në përkushtim të Kuranit e veprave të tjera. Andaj ne kemi nevojë sot më shumë se sa asnjëherë tjetër ta njohim brezin e sahabeve. Këtë brez për të cilën Allahu i lartësuar ka dëshmu për ta, ka garantu për ta. Mund të pyes dikush, po pse bash çata u zgjedhen të ishin sahabe? Pse bash Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, e sahabët e tjerë? Pse jo ne? Apo dikush tjetër? Përgjigja në këtë pyetje është se Allahu i lartësuar është alim, është më i dijshëm, është hakim, është më i urti, që i bie çdo gjë e vendos në vendin e vet, në kohën e duhur, në mënyrë të duhur. Pastaj Allahu i lartësuar na thot: Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu e di se ku ja jep dërgesën. Se ku ja jep dërgesën, shpallin që t'ja u përcjell të tjerëve, dhe kë e vendos dhe e përzgjedh të jetë shoqëruesi i asaj shpallje, që ta sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e fal namazin, duke agjeruar Ramazanin, duke e kry haxhin, duke e dhënë zakatin, duke luftuar në rrugt të Allahut, duke u fal natën, duke bu sabër ndaj mundimeve të jo besimtarve. Allahu i lartësuar e ka zgjedh që sahabët të jenë shokët e pejgamberit për një arsye, se Allahu e din. Dhe përvoja dhe jeta ka dëshmu se ata kanë qenë më të denjët dhe më meritorët për këtë status të lartë prej Allahut të lartësuar. Nga se këta sahabi i duruan mundimet kur ishin një grup i vogël në Mekë. Migruan në Abisini. Një pjesë e tyre ranë dëshmor nga mundimet e Kurejshitëve atë botë. Dhe pastaj e dëshmuan me migrimin e tyre duke bërë hijret për në Medinë. Le që ta e dëshmuan që bon hijret, pra migruan, e dëshmuan dhe mikpritësit ansarët duke jo hapër shtëpit e tyre që t'i presin. E treguan vetë mohimin e tyre, dashamirësinë për vllahun në Islam. Allahu i lartësuar pastaj i sprovoi me betejë. Triumfuan në Bedër duke qenë në raport të numrit 1-3, e pesuan në dhimbjet e plagëve të mëdha në Uhud. Pastaj u ballafaquan me betejën e Hendekut dhe aty triumfuan, dhe pastaj në besatimin e Ridwanit, e pastaj në çlirimin e Mekës dhe triumfimin e Islamit, e dëshmuan veten e tyre se janë të denjë dhe meritor, nga se u treguan robër të Allahut të lartësuar si në varfëri, po ashtu edhe në pasuri, si në vështirësi, po ashtu edhe në rahati. Dhe ky është ligji i Allahut i cili i sprovon robërit e tij, se si po tregohen kur janë në varfëri e kur po bëhen me pasuni. Apo tregohen falëndërues, apo durojnë në vështirësi, apo tregohen mirënjohës kur janë në bollëk e në mirësi. Këtë provim vllazën Allahu i lartësuar i vendosi sahabët dhe këta e dëshmuan për 23 vite që diplomuan në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe diplomuan me sukses. Andaj Allahu i lartësuar dëshmoi për ta mbi shtatçi, duke thënë: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar." Muhajirët dhe ansarët, ata të cilët ishin të hershmit në Islam, Allahu qeft që i kënaqur me ta. "Walladhina ittaba'uuhum bi ihsan", dhe ata të cilët i pasuan këta në mirësi, radiyallahu anhum wa radu an, Allahu që i kënaqur me ta dhe ta ishin të kënaqur me të. "Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dhalika al-fawz al-'azim." Allahu i lartësuar ka përgatitur për ta xhenete në të cilat rrjedhin lumejt, në to do të jetojnë përgjithmonë, dhe kjo është fitoria madhështore. Kush u kënaq me këta? Rabbul Alamin, Allahu mbi arsh, mbi shtatçi. Kush ishin këta? Muhajirët, ensarët dhe ata sahabit të cilët i pasuan këta në mirësi. Andaj, nëse dëshiron ta fitosh kënaqësinë e Allahut dhe xhenetet e tij, duhesh të njihesh së pari këta sahabi. Ti mësos kush janë, e në veçanti 10 të përgëzuarit me xhenet, e në veçanti 4 halifët të
të stolisësh me moralin e tyre, me të bëmat e tyre, me veprat e tyre, që ta fitosh kënaqësinë e Allahut dhe të bëhesh nga banorët e xhenetit. Allahu i lartësuar kënaqësinë dhe dëshminë që e dha për ta. Nuk është sikurse dëshmia të cilën është e jona njerëzve, që varet shpesh herë nga tekat dhe disponimi jon. Sot jenë disponim dëshmon mirë për dika. Tmet hatri dëshmon se është armik i joti. Allahu i lartësuar i njeh fshehtësitë e zemrave. Allahu i lartësuar dëshmoi për ta duke i ditë se çfarë kanë në zemrat e tyre. Madje e shfaqi dëshminë e tij duke qenë ata akoma gjallë, nga se e dinte Allahu i lartësuar se ta nuk do të ndryshojnë, pavarësisht rrethanave, pavarësisht statusit shoqëror. Allahu i lartësuar thotë: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakina 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Allahu i lartësuar është i kënaqur me ata besimtarë të cilët ta zgjatën dorën e besës, tu besatuan nën pemën, pra besatimi i Ridwanit. E diti Allahu i lartësuar çfarë kanë në zemrat e tyre, andaj e zbriti paqen dhe qetësinë mbi zemrat e tyre dhe do t'i shpërblej me një shpërblim të afërt, Allahu i lartësuar i ka vlerësuar dhe i ka ngritur sahabët. Statusi i tyre është i lartë tek Allahu i lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar thot për muhaxhirët: "Lil-fuqara'i al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun." Allahu i lartësuar i përshkruan muhaxhirët prej sahabëve dhe ju thot sikurse të vërtetit, të sinqertët. Thot ata fukara prej muhaxhirëve, të cilët u debuan nga vendet e tyre dhe i humbën pasuritë e tyre, e kërkojnë kënaqësinë e Allahut dhe mirësinë e tij dhe ndihmimin e fesë së Allahut dhe të dërguarit e tij. Këta janë ata të sinqertit. Këta janë ata të cilët e kanë për një fejen. Këta janë ata të cilët e kanë një mend fitimin e kënaqësisë së Allahut. Këta janë muhaxhirët, ndërsa ansarët Allahu i lartësuar i përshkruan duke thënë: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Allahu i lartësuar thotë: ndërsa ata të cilët e përgatitën vendin e besimin për ata të cilët do t'ju vinin prej muhaxhirëve dhe i dashten ata që migruan për tek ata dhe nuk gjeten në zemrat e tyre, në gjoksat e tyre kur farë ngushtimi. Madje Allahu i lartësuar thotë: ju japën përparësi muhaxhirëve ndonë se vetë ishin nevojtar. Këta janë ata të cilët Allahu i lartësuar i ka lavdruar prej ansarëve, të cilët ju japin përparësi të tjerëve edhe nëse vetë janë nevojtar. E luajnë veten keq që t'ju dalin në ndihmë të tjerëve. Lazën është e këndshme të dëgjojmë për sahabët. Mirë po, ne duhet të ndalemi tek pikat që sahabët u bën sahabe. Muhaxhirët migruan dhe sakrifikuan çdo gjë çfarë kishin arritur në karrierën e tyre në Mekë, prej vendbanimit, prej pasurisë, prej pozitës, dhe i lanë të gjitha në Mekë që ta fiktojnë kënaqësinë e Allahut, migruan për në Medinë. A jemi na të gatshëm të migrojmë prej gjunaheve, të i lëshojmë një herë mirë gjunahet tona, që ta kërkojmë kënaqësinë e Allahut? Ansarët, të cilët i u dhanë përparësi dhe ishin bujar me muhaxhirët, u treguan shumë bujar. A tregohemi ne bujar sa duhet me vëllezërit tanë? A kërkohet nga ne që ta ndihmojmë fejen? E ku është pozita jonë në ndihmimin e fejes siç ishte e ansarëve e pastaj e muhaxhirëve? Andaj tregimi i sahabeve me fol për muhaxhirët dhe për ansarët është e këndshme për zemrat tona. Mirë po duhet të ndalemi dhe jo vetëm tek emocionet që na ngjallin tregimet e tyre, por të reflektojmë në praktikë dhe të zbatojmë ato mësime edhe ato sakrifica për të cilat Allahu i lartësuar dëshmoi për ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selama dhe salavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar i përshkruan sahabët duke thënë që jo të gjithë janë të njëjtë në vlerë tek Allahu i lartësuar. Që të marrim një mësim se jo të gjithë njerëzit e arrin vlerën
kur t'ju teket atyre me besu e kur t'ju teket atyre me shpenzua me ndihmu feje. Sahabët e gëzojnë statusin e lartë tek Allahu i lartësuar vetëm me titullin sahabi. Mirë po vlera atyre dallon tek Allahu i lartësuar. Pra me të vlefshmit janë 4 halifet, e me të vlefshmit në mesin e 4 halifeve është Abu Bekri dhe Omeri. Pastaj 10 të përgëzuar në xhenet, pjesëmarrësit në Bedër, pjesëmarrësit në besatimin e Ridwanit, në Uhud e pastaj sahabi të tjerë. Allahu i lartësuar thot: "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Nuk barazohen ata të cilët kanë shpenzuar dhe kanë sakrifikuar para lirimit të Mekës dhe të cilët kanë luftuar dhe pas lirimit të Mekës. Ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ata të cilët kanë ardhur pas lirimit të Mekës, kanë shpenzuar dhe kanë sakrifikuar, edhe këta kanë shpërblim. Mirë po ata të parët janë në grada më të larta tek Allahu i lartësuar. E Allahu thot: "Wa kullan wa'ada Allahu al-husna." Të gjithë Allahu i lartësuar ju ka premtuar mirësi. Allahu i lartësuar nuk i bën lajka askujt. E tregon kush e ka vlerën e lartë tek Allahu i lartësuar. Mirë po, ju tregon se të gjithë keni shpërblimin. Mirë po, ata të cilët kanë sakrifikuar, kur Islami ka qenë më së shumti nevojtar, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetëm, e Abu Bekri ka ardhur me pasuninë e tij 1 herë, 2 herë, e në betejën e vështirësisë, betejën e Tebukut, kur ka ardhur Uthmani dhe ka vendosur komplet pasurinë e tij, mi përgatit ushtrinë, nuk barazohen me të tjerët. Andaj vllazën, këtu merren një mësim. Se tash kur Islami kërkon ndihmën tënde, ky është nder për ty, që ti bëhesh ndihmë Allahut dhe të dërguarit të tij. E kur feja islame të forcohet e të ngadnin mbi tokë, pastaj ndihma jote tani dhe edhe atëherë në të ardhmen kur të forcohet Islami, nuk është e njëjtë. Nga se tash ka nevojë më shumë, nga se tash është nevoja për thirrës, për ata të cilët kontribuojnë me pasurinë e tyre, me trupat e tyre, me çfarë do që kanë mundësi. Tash është nevoja. Tash është nevoja të përkrahësh projektet e thirrjes. Nga se kur ngadnin Islami, edhe atëherë do të jetë nevoja. Mirë po, nuk do të jenë të njëjtë sikurse ata që shpenzojnë në vështirësi, sikurse ata që shpenzojnë në bollok e në mirëqenie. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Brezi më i mirë është brezi im, i shekullit tim. Pra sahabët. Pastaj më të mirët janë ata të cilët vijnë pas sahabeve, tabiinët, dhe pastaj janë tabiinët, gjenerata e tretë apo brezi i tretë, pasuesit e tabiinëve. Kjo për shkak se ata pinë direkt nga burimi i shpalljes prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa u përzi rrymat e lumejve. Dhe para se gjithash e pan shpalljen të zbatuar praktikisht para se të lexohej shpallja në rreshtat e librave. Sahabët e pan adhurimin e pejgamberit, i pan sakrificat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj u bën kush u bën prej sahabeve prej aty çfarë kishte në zemrat e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tasubbu ashabi", mos i ofendoni, mos i shani, mos i fyeni sahabët e mi. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban", nga se vallahi sikur ndokush prej jush të shpenzonte ari sa peshon kodra e Uhudit, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, nuk do të arrinte as sa një grusht i tyre, madje as sa gjysmën e shpenzimit të tyre. Andaj ne me sahabët as nuk mund të him në garë, as nuk mund të shtyhemi me ta. Mirë po, ne ngushëllojhemi me të bëjmat e tyre, me jetën e tyre, dhe i marrim ata si pishtar udhërefyes në rrugën për në xhenet, nga se ata kanë kuptuar shpallin më së miri dhe ata kanë zbatuar më së miri. E lutim Allahun e lartësuar që të na shtoj dashurinë për sahabët, të na bashkojmë me ta në xhenetet të cilët Allahu i lartësuar i ka përgatitur për ta. Ne e duam Abu Bekrin, e duam edhe Omerin, edhe Uthmanin, edhe Aliun dhe të gjithë sahabët. I duam nënat e besimtarve, Aisha, Khatijën, Ummu Selemen dhe të gjitha nënat e besimtarve. Ndaj për dashurinë tonë ne që e kemi për sahabët, e lutim Allahun e lartësuar të na bashkojmë me ta në xhenetet të cilat Allahu i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salat.